Pas rritjes së çmimit të derivateve në ditët e para të gushtit, tregu ka shënuar një kthes në ditët e fundit. Çmimi i naftës, i cili në fillim të muajit kishte arritur deri në €1.80 për litër, tani është ulur në €1.63. Rënje ka shënuar edhe benzina, e cila nga €1.55 ka zbritur në €1.44 për litër. Lëvizje të tilla të çmimeve janë përcjell gjatë gjithë javës, me rritje në fillim dhe ulje të njëpasnjëshme në ditët pasuese. Në anën tjetër, çmimi i gazit ka mbetur i pandryshuar në 60 cent për litër. Lufta dhe tensionit në lindjen e mesme kanë shtuar shqetësimet për furnizimin me naftë, veçanërisht për shkak të rëndësisë së ngushticës së Hormuzit. Luhatjet e çmimeve në Kosovë po ndodhin në kohën kur tregu global i naftës po përballet me pasiguri të shkaktuara nga zhvillime gjeopolitike. Sipas ekonomistit Jakub Bellaqa, lëvizja e çmimeve të derivateve është ndikuar kryesisht nga zhvillimet në tregjet ndërkombëtare dhe situata politike. Të përket të produktet e benzinit janë benzinë më të qëndrueshme dhe më rezistueshme dhe kanë kërkesë më të vogël në krahasim me produktin e çmimit të naftës, për arsye se ka një çmim pak më të ulët, më të arsyeshëm. Sipas tij, çdo përshkallëzim sjell një rritje tjetër. Tjetër është edhe kosto e lartë e importit, sepse tek ne Kosova nuk ka ndonjë rafineri në Kosovë, të cilat prodhohet nafta apo benzinë, gjithashtu në vendet e rajonit. Lëvizjet e çmimeve të derivateve në Kosovë po ndodhin në një periudhë të pasigurisë së madhe në tregun ndërkombëtar të energjisë. Çmimi i naftës në tregjet globale ndikohet nga kërkesa dhe oferta, por edhe nga zhvillime gjeopolitike që mund të rrezikojnë furnizimin me energji. Në këtë situatë, vëmendja është përqendruar edhe te zhvillimet në lindjen e mesme dhe ngushtica e Hormuzit, një prej rrugëve kryesore të transportit të naftës në botë. Çdo tension apo pengesë e mundshme në këtë zonë ngresh shqetësime për furnizimin global dhe mund të shkaktojë luhatje të çmimeve. Këto lëvizje po përcillen me vëmendje nga qytetarët dhe bizneset, pasi ndryshimi i çmimit të karburanteve mund të ndikojë jo vetëm në shpenzimet e transportit, por edhe në koston e mallrave dhe shërbimeve. Produktet që